Jeni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës deri në orën 19. Menjëherë pas pak mes të tjerash, ju ftoj të ndiqni. Apeli i gjykatës së posaçme kalon në burg Erion Veliaj deri në përfundim të procesit gjyqësor. Kryebashkiaku thotë se i ngritën kurth, ndërsa premton se do të vazhdojë betejën për drejtësinë. Lehtësim mase pati vetëm për biznesmenin Elman Abule. Kryeministri Edi Rama u shpreh se listat e mbyllura të socialistëve u bën për të hapur brutalisht partinë për t'i dhënë mundësinë të rinjve. Kryesocialisti ka ironizuar listën e opozitës dhe aleatëve të saj. Kreu i PD Sali Berisha mbrojti listën e kandidatëve që do të hedhë në betejë më 11 maj. Ai i cilësoi si individ me kontribute të mëdha në shoqëri, akuzoi Edi Ramën se ka përfshirë në lista të mbyllura persona që kanë probleme me drejtësinë. Komisioneri e zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos ndodhet në Tiranë, ku tha se Shqipëria meriton antarësimin në BE. Diplomatja u shpreh se rezultati i zgjedhjeve nuk ndikon në procesin e integrimit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndruar sot mbi 3 orë në Prishtinë. Ai u lejuan nga gjykata e Hagës për të vizituar Taatin, i cili ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pranon se në parim planin e SBA-s për armëpushimin në Ukrainë, por ka paqartësi të cilat pritet të diskutojë me të dërguarin e Washingtonit. Trump tha se pret nga Putin që të bëjë gjën e duhur. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve. Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka deklaruar se kryebashkiaku Erion Veliaj do të vazhdojë të qëndrojë në burg. Ky vendim erdhi ditën e sotme, ndërsa lehtësim të masës pati vetëm për biznesmenin Elman Abule, i cili do të hetohet nën masën e sigurisë arrest në shtëpi. Apeli ka rrëzuar kërkesën edhe Ajola Xoxhës për zhbllokimin e llogarive bankare. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë në qeli. Ishte gjyqtari i apelit të posaçëm Engert Pëllumbi, i cili vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg, duke pranuar në këtë mënyrë edhe kërkesën e SPAK. Gjykata vendosi masë lehtësuese vetëm për biznesmenin Elman Abule, i cili do të qëndrojë në arrest shtëpie. Për 3 biznesmen të tjerë, të cilët janë në masën e tyre paraqitje, nuk pati ndryshim. Avokati Max Haxhia e quajti vendimin një të drejtë për të lënë Veliaj në burg, teksa tha se do t'i drejtohen gjykatës së lartë. Nuk mund të aplikoj masa arrestit në burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar, këta bashkia dhe t'i thua që je person i rrezikshëm. Presim të ndodhë një çudi dhe në gjykatë lartë. E natyrës? E natyrës që të pranoj kërkesën për zëvendësimin e masës së arrestit të Erion Velis, sepse nuk konkuron asnjë nga kushtet dhe kriteret për mbajtur në burg një person të tillë. I pyetur nëse prokurorët e SPAK paraqiten prova të reja në seancë, Haxhia u përgjigj kështu. Absolutisht asnjë provë. Është i njëjti material që ka qenë edhe në gjykatën në shkallës parë. Vendimi për Veliajn, Abulen dhe 3 biznesmenet në hetim u dha pas një seance maraton që zgjati 3 ditë. Gjyqtari Engert Pëllumbi rrëzoi edhe kërkesën e Ajola Xoxhës në një tjetër seancë për të hequr nga sekuestroja llogaritë bankare. Kryebashkiaku i Tiranës u arrestua me 10 shkurt pasi akuzohet për 2 vepra penale, ato të korrupsionit pasiv në 9 raste dhe pastrim parash. Veliaj ka edhe një mundësi të fundit për të kërkuar lirinë në gjykatën e lartë. Vendimin e gjykatës së posaçme të apelit ai mund ta ankimojë brenda 45 ditëve. Pasi u la në burg nga apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka deklaruar se do donte ta fitonte këtë betejë, por sipas tij ngritën kurth, duke vënë në përgjim bisedat me gruan e me vëllain nga burgu. Sipas Veliajt, e gjitha është si një ëndër e keqe, si një film sovjetik me sigurimsa që i qepen robit deri në poshtrim. Veliaj shtoi se avokati amerikan që i siguroi vllain nuk arrinte të kuptonte se pse ai është në burg pa gjyq. Veliaj bën të ditur se i ka shkruar inspektorit të lartë të drejtësisë. Sidoqoftë, shprehet Veliaj, ky nuk është fundi dhe s'ka se si tjetë. Luftën për drejtësi do ta vazhdojë, do ta bëj deri në fund siç ju kam premtuar, sepse gjatë gjithë jetës sime kam treguar se di të ringrihem, shkruan në mesazhin e tij kryebashkiaku i Tiranës.
Ish-kryetari i Bashkisë së Himarës Jorgo Goro është dënuar nga GJKO me 3 vite e 1 muaj burg, por me gjykim të shkurtuar do të vuajë 2 vite e 20 ditë heqje lirie. Goro akuzohet për shpërdorim detyre në 2 raste dhe fshehje pasurie. Dënohet me 3 vite burg ish-kryebashkiaku i Himarës Jorgo Goro. Ai u gjet fajtor dhe u dënua nga gjykata e posaçme për shpërdorim detyre dhe mosdeklarim pasurie. Sipas vendimit të tokave të zeza, Goro përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe do të vuajë 2 vite e 20 ditë heqje lirie. Gjatë seancës ku bëri mbrojtjen, Goro kërkoi pafajësi duke mohuar të keq shkelur ligjin në privatizimin e 2 pronave në Himar. Gjykata shpalli fajtor për shpërdorim detyre edhe 2 ish-zyrtarët, Vezir Gjikoka dhe Irasimo Basho, të cilët u dënuan respektivisht me nga 2 vite dhe 3 vite burg. Sipas vendimit, edhe ata do të përfitojnë ulje të dënimit. 3 të pandehurit në këtë proces u morën në hetim nga prokuroria e posaçme dhe po gjykohen se në shpërdorim të detyrës lejuan qetërsimin e një sipërfaqe toke dhe kalimin nga pronë shtet te privatët. Në vendimin e të njëjtës, gjykata e posaçme konfiskoi 2 pronat për të cilat SPAK thotë se u lejua qetërsimi në kundërshtim me ligjin edhe një apartament. Kryeministri Edi Rama ka komentuar në rubrikën Sy më sy në rrjetet sociale listat e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 maj 2025. Ai tha se listat e mbyllura u bën për të hapur brutalisht Partinë Socialiste, ndërsa ka ironizuar listën e Tiranës dhe gjithashtu edhe largimin nga partia të zhgënjyrëve nga radhët e Partisë Demokratike. Nuk duhet shtet i të Kryeministri Rama ka komentuar për herë të parë listën e tij të kandidatëve për deputet. Ne i kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partinë. Rama tha se kishte nxjerrë mësime nga lista që paraqiti në zgjedhjet e vitit 2021. Ne kemi lançuar platformën deputeti që duam në 2021. Ishte hera e parë, nxorëm disa mësime, bëm disa përmirësime të sistemit dhe patën rreth 500 e kusur aplikime. Komentoi listën për deputet të rivalit Sali Berisha. Doni të shifni kush janë VIP-at e Kënetës, shikoni skuadrën e listës në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë Madhështore. Ku mungon kujtim gjuzi, për kujtimin u mërzita shumë, sepse është i vetmi përfaqësues dinjitos i Shqipërisë Madhështore. Leskon, bashkë me Qirje Dule, keni ju demokratë të Vlorës atje, Dash Sula. U fut të Shqipëria bëhet, por në fund të ditës, Dash Sula thuaj qatë duash, po është gjelderi i Peshinit dhe nuk pajtohet dot Këneta me të. Kryeministri njoftoi hapjen e tunelit të Murrizit këtë të premte, kalimi i të cilit do të bëhet pa pagesë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbrojtur listën e tij të kandidatëve që do të hedhë në fushë për zgjedhjet e 11 maj 2025. Ai ka cilësuar ata si individ me kontribute të mëdha në shoqëri, teksa ka akuzuar kryesocialistin Edi Rama se në listat e mbyllura ka futur kandidat me probleme me drejtësinë. Kandidat të fitores i cilëson kryedemokrati Sali Berisha emrat e përzgjedhur të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pas dorëzimit të listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Kreu Demokratëve tha se në skuadrën e koalicionit opozitar bëjnë pjesë individ që kanë dhënë kontribute për shoqërinë shqiptare. Dje, vajza, burra dhe gra, që kanë bërë një qëndres epike gjatë këtyre 4 vite të narkoshtetit dhe mafjes më të rrezikshme të planetit, mafjes sorosiane. Një koment pati për deputetët që u tërhoqën nga gara pasi nuk u futën në listën e mbyllur. Nuk është të vërtetë se kanë braktisur se nuk janë zonë sigurt. Një pjesë e tyre kanë preferuar të vazhdojnë jetën e tyre private. Për Partinë Socialiste, thotë se ka përfshirë në listën e mbyllur ministra dhe persona që kanë probleme me drejtësinë. Shqiptarët panë listën e skapit në krahun tjetër. Të gjithë ministrat me dosje kuintalshe mbi shpinë u futën njëri mas tjetrit në listën e mbrojtur për shkakun e vetëm se kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën. Në listën e hapur, thotë se Partia Socialiste ka futur patronazhist dhe hajdut. Ta thot pak,
Çfarë është listë e hapur? Hajdut dhe patronazhist. Po ta krahasosh Çenoklosin me Petrokoçin te Del Petroja Qelibar. Një përgjigje pati edhe për mbrojtjen e kryeministrit Edi Rama ndaj demokratit Dashnor Sula. Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës. Për Dash Sulën, mendoj se hapi që bëri të rjeshtohet me opozit në opozitës, de facto me një pateric të Edi Rams, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim. Partia Demokratike do të garojë në zgjedhjet e 11 majit së bashku me 24 parti të tjera, ndërsa vetëm disa prej tyre do të kenë kandidat në listë të mbyllur dhe të hapur, ku më e vlerësuara është Partia e Lirisë me 4 kandidat në listë të mbyllur. Kjo ishte deklarata e paradites, ndërsa tani drejt për së drejti Berisha po prezanton pikat e programit për infrastrukturën dhe transportin, ndjekim fjalën e tij. Ne do japim përparësi absolute mirëmbajtjes së rrjetit rrugor. U kriju në autoritetet e mirëmbajtjes rrugëve. Ato do fuqizohen. Koncesionet janë koncesione korruptive fundekrye. Shë çfarë ndryshimit madh. Të gjitha akset e mëdha rrugore në 2005-2013 u ndërtuan me kompani të mëdha, europiane dhe amerikane, të gjitha, nga Hani Hotit në Gjirokastër, kudo. Kishte nën kontraktor shqiptar, por inxhinjerimu, projekti ishin ndërkombëtare, kostot shumë herë më të ulta, cilësia shumë herë më e lartë. Këto janë përjashtuar tërësisht. Një kompani e huaj s'mund të marrë ma pjesë në tendera, sepse nuk arrin. Përveç se kur do në Edi Rama, si rastet e tunet Llogaras, që e skonton kompanin me 130 milion euro ofert dhe kontrakton kompanin me 180 milion euro ofert. Rëndësi shumë të madhe. Do konsiderojmë transportit hekurudhor. Në gjendjen aktuale është mirane. Transporti mujor hekurudhor është qesharak. Është 300 dhe 400 pasagjerë. Sepse është disfunksional. Kanë 3 vjetë që punojnë për hekurudhën Tiranë-Durrës, e kanë inauguruar se këta inaugurojnë shumë herë. Po hekurudha mbetet edhe aty ku është. Jo, ne do të ripërtrim rrjetin hekurudhor. Dhe do të lidhemi me linjë hekurudhore me Kosovën. Ideja e një hekurudhe Kosovë-Shqipëri është një ide hershme e Prendorisë Otomane dhe pas Prendorisë e marrë shumë seriozisht nga austriakët. Ajo është një hekurudhë aqen e Verdisëve sa që është rruga e Kombit. Ajo është një hekurudhë e cila e shnon Shqipërinë ashtu si që ka pozicionin geografik në epiqendrën kryesore të transporteve në drejtim të Ballkanit, vendeve tjera të Ballkanit. Fatmirësisht në të drejtim ka studime, ka grupe, dhe veçanërisht pas firmosjes marrëveshjes marrëveshjes Kosovë-Serbi në Washington, ky projekt u rizgjue. Ajo marrëveshje që e kam thënë në atë kohë, e them dhe sot, ishte më e mira që është paraqitur ndonjëherë.
Po pse ishte më e mira që është paraqitur ndonjëherë? Sepse ajo nuk synonte zgjidhjen e problemit politik. Ajo synonte normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në këtë pjesë të rajonit të Ballkanit. 3 ishin përfituesit më kryesor: Serbia, Kosova, Shqipëria. Shqipëria fitonte shumë. Një port të thellë dhe e kurudhën. Marrëveshja e firmosur në Shtëpinë e Bardhë, në Shtëpinë e Bardhë para pranitë Presidentit të Shtetit Bashkuar, u ignorua në mënyrë të papërgjegjshme nga të gjitha palët. Dhe në vend se të merreshin me zbatuar marrëveshjen, merreshin me Ballkanin e hapur George Sorosit. Ne rikthehemi e kurudhës. Dhe ne do e realizojmë projektin e kurudhës. Do të jetë përparësi absolute një projekt, një hekurudhë në segmentin më të shkurtër që lidh Shqipërinë me Kosovën. Dhe pastaj me hekurudhat e Serbisë, Hungarisë me radhë. Shqipëria ka një pozicion gjeografik që konkuron të gjitha portet e rajonit. U bë një betejë e madhe kundër rrugës kombit, vetëm për transformimin gjeostrategjik që ajo sillte në raport me transportin detar dhe rrugor. Sepse ajo rrugë bënte më të përshtatshëm portet shqiptare. Dhe kështu janë. Vlora është territori i ujrave të thella, por porte mund ndërtohen aty ku vendos fuqia e teknologjitë, të gjitha e lejojnë, atë është e njohur kjo. Natyrisht ne jemi kundërvu dhe i kundërvimi Dubai City të Edi Rams dhe arabit ti Al-Alabar. Ajo është një monument korrupsioni i përmasave të jashtëzakonshme, monument me cilin Edi Rama dëshmon se po realizon ëndrën të bërit një miliardier. Ndaj dhe duke hedhur poshtë idenë e shtrimit në Sali Berisha thotë se një pjesë e vëmendjes së Partisë Demokratike tek projekti i infrastrukturës dhe transportit do të jetë edhe tek hekurudhat, ndërsa është duke hedhur akuza në drejtim të qeverisë Edi Ramos për mënyrën që sipas tij e ka menaxhuar këtë sektor. Ndërsa ne vazhdojmë me të tjera zhvillime të rëndësishme të ditës në seancën e radhës plenare, ligjvënësit aktual e sidomos nga radhët e Partisë Demokratike kanë shprehur pakënaqësi pas publikimit të listave të kandidatëve për deputet të kësaj force politike për zgjedhjet e 11 majit. Të pyetur nga gazetarët jashtë parlamentit, disa prej këtyre deputetëve nuk janë kursyer në akuza, ndërsa socialistët ishin më të rezervuar, pavarësisht se një pjesë e tyre nuk do të kenë asnjë shans për të qenë në parlamentin e ardhshëm. Lista e garuesve të 11 majit la pas shumë të zhgënjyer, e sidomos deputetë të Partisë Demokratike. Një prej tyre, Dashnur Sula, i cili pasi nuk u përfshi në listë të sigurt në Elbasan, la partinë për të kandiduar me koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet. Unë nuk mund të lejoj, po përdor termin, të përdonohem. Kam sakrifikuar për të parti, jetën në kuptimi, familjen time, për gjithçka. Dhe jam i vetmi person që s'ka përfituar kur, nuk ka marrë kur një tender, një përfitues në kohën që ka qenë Sali Berisha kryeministër, dhe jam një njeri i cili kam bërë një opozitë fort gjatë këtyre 4 viteve përballë Edi Ramës, madje koleg socialist më ka thënë që më i egër mas Saliut ke qenë ti. Një tjetër kandidate ndër më të votuarat në primare, që mbeti jashtë zonës së sigurt, është dhe Jorita Tabaku, ndonse e zhgënjyer mbetet besimplot për një fitore.
Partia Demokratike bëri këtë listë për Tiranën duke pas parasysh disa faktor, nuk është se në atë listë ishte ndoshta dikush tjetër që doli më i votuar se mua. Ky ishte një vendim politik i kryesisht. Jam e bindur që unë do jem deputete e Parlamentit të Shqipërisë, kam mbështetjen e Partisë Demokratike, kam mbështetjen e të gjithë strukturave të partisë, kam mbështetjen e të gjithë atyre që deri më sot i kanë përfaqësuar në parlament. Deputetja Dhurata Çupi që u zhvendos nga Dibra në Tiranë është më optimiste. Nuk jam fare zhgënjur, e përsëris në qarkun në Dibër 2021 kam qenë listë hapur, pra i bie, kam qenë e treta, kam bërë betejë elektorale, kam fituar dhe besoj që qytetarët do më votojnë edhe në Tiranë. Monika Kryemadhi nuk ja kurseu një ironi Endrit Brejmllarit, ish nën kryetari të Partisë së Lirisë, tashmë i rekrutuar nga socialistët. Për zotin Endrit Brejmllari, sigurisht i uroj suksese në jetë. Mendoj që para 6 muajve uluriste për inceneratori, nuk besoj se sot do shkoj do të digjet dhe ai tek inceneratori. Ndonse të ndarë, vota për Ilir Metën është e padiskutueshme për të. Sigurisht që do të shkoj dhe në lista hapur për emrin e Ilir Metës, si kryetari i Partisë Lirisë, presidenti i Partisë Lirisë. Ndërsa socialistët u shfaqën më sportiv ndaj pozicionimit të tyre në listë hapur. Nga shumë e fortë, po janë shumë i lumtur që më jepet mundësia që përsëri të gjithë qytetarët e Tiranës të mundet që unë të shërbej aty. Nuk i tremeni garës. Damian Gjiknuri nuk e mohoi hadërmbetjen me kryesocialistin Rama për pozicionimin në listë hapur, por shprehet optimist për një fitore të radhës. Ky sistem është krijuar për të mbrojtur figurat politike dhe ky ka qenë thelbi siç aplikojnë shtetet e tjera. Megjithatë Edi Rama, kryetari i partisë, është njëri që guxon, eksperimenton dhe mendoj që edhe kjo formulë mund të jetë shumë e suksesshme dhe pse jo ne të arrijmë një rezultat më të mirë se herët e tjera. Për çështjen e listave nuk munguan diskutimet as në seancë. Deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi shprehu kundërshtimin e tij ndaj listave të hapura në nivel rajonal, duke i cilësuar ato si një rrezik për politikën dhe shoqërinë. Komisionerja zgjerimit e Bashkimit Evropian Marta Kos ndodhet në Tiranë nga ku tha se Shqipëria e meriton integrimin. Diplomatja kanë nxitur reformat e nisura dhe mbështeti posaçërisht reformën në drejtësi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë fjalës së tij ka theksuar se Shqipëria nuk ka rrugë tjetër veç integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa deklaroi se kërkon standarde nga drejtësia e re. Në vizitën e saj të parë në Tiranë, komisionera për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Costa se nuk pret që zgjedhjet parlamentare të 11 majit të ngadalsojnë procesin e integrimit. Unë nuk pres që zgjedhjet parlamentare të ngadalsojnë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ky është një proces që zhvillohet në një kohë të gjatë, ndaj jam e sigurt se reformat do të vijojnë. Këto reforma nuk po kryhen nga Shqipëria, sepse ato i do Bashkimi Evropian, por sepse ky është një proces transformues. Janë vetë qytetarët shqiptar që do të vendosen se çfarë qeverie do të kenë pas këtyre zgjedhjeve. Kosi ishte optimiste për ecurinë e negociatave. Ju dëshironi të mbyllni negociatat deri në fund të vitit 2027. Janë hapur tashmë grup kapitujt 2-3 dhe në vijim do të hapen edhe grup kapitujt e tjerë. Nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e grup kapitujve, por edhe për mbylljen sa më shpejt të tyre. Jam e sigurt se me gjithë reformat që ju po kryeni, kjo do të jetë e mundur. Kryeministri Rama tha se për herë të parë që nga viti 1912 njerëz të lidhur me pushtetin politik janë vënë përpara drejtësisë. Natyrisht që ky proces është në fillimet e veta, natyrisht që ka problematikat e veta, natyrisht që nuk bëhet fjalë thjesht për pavarësi të pushtetit gjyqësor, por bëhet fjalë dhe për standarde demokratike, bëhet fjalë për mbrojtjen nga vetë pushteti gjyqësor, i lirive dhe drejtave të njeriut e tjerë, tjerë. Ky është proces. Dhe ne jemi të pangopur në këtë proces me rezultate. Duam më shumë në të gjitha proceset. Prandaj kemi ngritur edhe një komision parlamentar i cili do të jetë aty deri kur ne të futemi në Bashkimin Evropian. Komisionerja Kos deklaroi se Komisioni Evropian do të lëvrojë së shpejti shumën e 1 miliard eurove për Shqipërinë, pjesë e planit të rritjes ekonomike për rajonin. Ajo i dhuroi kryeministrit një fanell me numrin 11, ku ishte stampuar edhe flamuri i Bashkimit Evropian.
Përveç takimit me përfaqësues të mazhorancës dhe kryeministrit Edi Rama, komisionerja për zgjerimin Marta Kos u takua edhe me përfaqësues të Partisë Demokratike, Jorita Tabaku, Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj. Sipas PD-s, zyrtarët e lartë demokrate kanë garantuar komisioneren se opozita e mbështet procesin e integrimit, pasi është Partia Demokratike e cila ka nisur këtë proces dhe po Partia Demokratike do ta përfundojë atë. Ky proces sipas zyrtarëve demokrat do të jetë i bazuar në ligje dhe në reforma konkrete dhe jo të vijë si një dhuratë nga Bashkimi Evropian. Zgjedhjet parlamentare ishin fokusi kryesor i bisedës, ku zonja Marta Kos u njoh me shqetësimet e opozitës. 3 deputetët demokrati kanë kërkuar komisioneres që Bashkimi Evropian të monitorojë me vëmendje procesin zgjedhor në Shqipëri. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në seancën e sotme me votat e socialistëve 73 pro, 1 abstenim dhe 1 vot kundër projektligjin për paketën e maleve, i cili parashikon lehtësi procedurash për pronësinë dhe ndërtimin, sikurse edhe politika fiskale stimuluese për investimet në zonat malore. Gjatë seancës, ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhia vlerësoi se projektligji do të sjellë një qasje alternative për nxitjen e ekonomisë dhe turizmit malor. Kuvendi ka miratuar gjithashtu marrëveshjen me Fondin për Zhvillim të Abu Dhabit për financimin e projektit Sistemi i kamerave në administrimin e policisë së shtetit, Smart City, si dhe ka ratifikuar edhe 2 marrëveshje të rëndësishme me Bashkimin Evropian. Në përfundim, kuvendi miratoi me 73 vota pro edhe zgjatjen e mandatit deri në 30 korrik të Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion, si dhe zgjatjen deri në përfundim të kësaj legjislature të mandatit të Komisionit kundër dezinformimit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, Presidenti i Republikës Bajram Begaj po merr pjesë në punimet e forumit global në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku, krahas 10 liderëve të tjerë botror. Begaj po ashtu ka zhvilluar një takim kokë më kokë me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Energjia dhe turizmi mbeten prioritetet kryesore në këtë bashkëpunim, për të cilin presidenti Begaj ka shprehur interesin e Shqipërisë për të avancuar me nisma që sjellin përfitime të prekshme për ekonomitë e 2 vendeve. Gjithashtu theksua se hapja e ambasadave respektive në Tiranë dhe Baku i shërben këtij qëllimi. Shqipëria, theksoi presidenti Begaj, vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të Azerbajxhanit për projektet lokale që lidhen drejt për së drejti me gazsjellësin TAP. Tuneli i Murrizit është gati. Kështu shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ku ka hedhur edhe foto të këtij tuneli veprës kryesore të rrugës së Arbrit. Hapja për qarkullimin e automjeteve të tunelit të Murrizit do të shkurtojë distancën mes Tiranës dhe Dibrës dhe qeveria ka zgjedhur ta përurojë ditën e verës më 14 mars në mesditë. Nesër dita e verës shkon edhe në Dibër dhe Dibra bëhet një herë mirë lagje e gjelbër të Tiranës, shkruan Rama. Tuneli i Murrizit ka një gjatësi prej 3.8 kilometrash. Rruga e Arbrit jo vetëm do të afroj qytetarët e Tiranës e gjithë Shqipërisë me Dibrën dhe Maqedoninë e Veriut, por do të jetë edhe një arterie e zhvillimit ekonomik dhe të turizmit sipas autoriteteve. Për hapjen e tunelit të Murrizit ka reaguar edhe zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ajo e ka cilësuar atë një vepër komplekse dhe sfiduese. Ndodhem në tunelin e Murrizit, vetëm pak orë para hapjes së tij zyrtarisht. Vite, muaj, punë e palodhur nga të gjithë skuadrat, në një vepër sfiduese infrastrukturore, e cila padyshim mori kohë, por tashmë është gati dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se dita finale, si kjo dita sot. Nesër, në orën 12, në hyrje dhe ndalje të tunelit Murrizit, të gjithë së bashku do të festojmë veprën infrastrukturore më të madhe të verilindjes shqiptare, rrugën e Arbrit të përfunduar, rrugën e të gjithë shqiptarëve dhe veçanërisht të Dibrës time. Gjatë fundit të vitit 2024, Instituti i Statistikave raporton se tregtia me pakicë ka pësuar një rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Kjo rritje i atribuohet flukseve turistike dhe shtimit të konsumit. Indeksi volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë në vendin tonë në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar u rrit me 7.8%, krahasuar me 3 mujorin e 4 të 2023-shit.
Sipas Institutit të Statistikave, ky tregues i përshtatur sezonalisht është rritur me 1.5% krahasuar me 3 mujorin paraardhës. Instat nënvizon se në grupin ushqime, pije dhe duhan, volumi i shitjeve rezultoi me rritje prej 4.6% krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2023. Ky tregues lidhet në mënyrë direkte edhe me sektorin e turizmit, nga i cili shtohet fluksi vizitorëve, por njëkohësisht shtohet edhe konsumi, duke patur impakt pozitiv edhe në financat e vendit tonë. Ndërsa shitjet për grupin artikuj jo ushqimor është rritur me 5.9% në 3 mujorin e fundit të 2024-s nënvizon Instat, kundrejt të njëjtës periudhë të 2023-shit. Në grupin tregti hidrokarbure, volumi i shitjeve është rritur me 13.7%, nënvizon Instituti i Statistikave në publikimin më të fundit. Në ndryshimin vjetor prej plus 7.8% në 3 mujorin e 4 të 2024-s krahasuar me atë të 2023-shit, në tregtinë me pakicë, grupet që kanë kontribuar më shumë janë artikuj jo ushqimor me plus 2.6 pikë, grupi ushqime pije e duhan ka kontribuar me plus 1.9 pikë dhe grupi tregti me pakicë e hidrokarbureve me plus 3.3 pikë evidentohet në raportin e Instat. Një sër aktivitete shkulturore dhe sportive do të organizohen në kryeqytet me rastin e ditës së verës. Për të garantuar festimet është ndërmarrë edhe një plan masash nga policia. Tirana prej vitesh është kthyer në kryeqendrën e festimeve të ditës së verës. Për të siguruar mbarvajtjen e aktiviteteve në kryeqytet, të cilat nisin në orën 9, policia e shtetit njofton se do të bllokohen disa akse rrugore. Në Tiranë, gjatë ditës së premte, deri në përfundim të aktiviteteve, nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në rrugët Papa Gjon Pali 2 dhe Ibrahim Rugova. Qarkullimi në bulevardin kryesor do të jetë i bllokuar deri në orën 16. Shërbimet e policisë rrugore dhe të policisë bashkiake do të jenë në terren për të monitoruar lëvizjen e automjeteve me qëllim shmangjen e krijimit të trafikut dhe orientimin e drejtuesve të automjeteve në rrugë alternative. Aktivitetet nisin në orën 9 deri në orën 22 të mbrëmjes, ku përfshihen banda e qytetit e cila do të performojë marshe të njohura në lëvizje. Ekspozita e makinave retro, yoga, animator për fëmijë, panairi librit, punime të ndryshme të artizanëve, agroturizëm, sporte dhe aktivitete të ndryshme në disa sheshe të kryeqytetit. Për herë të parë në qendër të kryeqytetit do të vendosen edhe 4 balona me ajër, të cilat do të mund të përdoren nga qytetarët. Ndryshojmë tani temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga kronika. Donald Greku, 46 vjeç, i cili ndodhej në paraburgimin e bllokut të sigurisë, i dha fund jetës në qeli. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:20 në dhomën numër 8, ku i paraburgosuri ndodhej i ndaluar për vjedhje. Gjatë kontrollit, punonjës i policisë ka konstatuar 46 vjeçarin të varur në rrjetën e dritares së dhomës. Në përpjekje për ta mbajtur të ndaluarin të ngritur, njëri nga punonjësit ka prerë rrobën me të cilin ishte vetë varur dhe është njoftuar me njëherë urgjenca. Shërbimi mjekësor ka konstatuar se kishte ndërruar jetë. Ndaluari kishte deklaruar se ishte përdorrues i drogës dhe pas vizitës në shërbimin e toksikologjisë, mjekët nuk kishin përcaktuar dozë metadoni. Në rekomandimin mjekësor të lëshuar nga mjeku i bllokut të sigurisë, ishte vendosur qetësuesi Xanax, i cili i është dhënë të ndaluarit sipas këtij rekomandimi. Një 57 vjeçar ka humbur jetën në një aksident që ndodhi në orët e mëngjesit të kësaj të enjteje në aksin rrugor Shkodër-Hani i Hotit. Një autoambulancë u përplas me një automjet, ndërsa viktim mbeti drejtuesi i mjetit Abbas Kuka. Ky i fundit ka ndërruar jetë në spitalin e qytetit, ndërsa nën kujdesin e mjekëve është edhe vajza e tij 18 vjeçare, e cila ishte pasagjere në mjet. Policia ka shoqëruar shoferin e ambulancës për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë pritet të zgjedhë kryepiskopin e ri më 16 mars. Atë ditë pritet të mbledhet sinodi i shenjtë për të vendosur pasuesin e kryepiskopit të Ndier Anastas. Nëpërmjet njoftimit sqarohen edhe detaje, ndërsa kujtojmë se kryepiskopi i Ndier Anastas u nda nga jeta më 25 janar në një spital në Athinë.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka lënë përkohësisht ambientet e parapurgimit në Hag dhe u kthye në Prishtinë. Ai mori leje në gjykatë për të vizituar Tatin, i cili ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spital. Vizita zgjati rreth 3 orë e gjysmë. Rreth 3 orë e 30 minuta ka qëndruar në klinikën interne të QKUK-s ish presidenti Hashim Thaçi, i cili ka marrë leje nga gjykata speciale për të vizituar baban e tij, i cili është në gjendje të rënduar shëndetësore. Vizita e tij është përcjell në masa të rrepta sigurie, ndërsa për të parë daljen e tij nga klinika nuk kanë munguar vëllezërit e tij dhe familjarët e tjerë. Nga larg ata përshëndetën vëllain e tyre, i cili rreth orës 14:35 minuta po dilte nga objekti i spitalit. Nuk munguan as ish bashkëluftëtarët e tij. Jo, nuk e kam ditë më herët, kam ndigju që vjen edhe kam marrë. Jo, mundësi me bisedu, jo, vetëm me pasit gjithë tjertë. Zëdhënësi i dhomave të specializuara në Hag ka thënë se vizita e Thaçit ishte për shkaqe humanitare. Hashim Thaçit fillimisht ishte refuzuar kërkesa, por më pas i është aprovuar nga gjykata speciale në Hag për të vizituar baban e tij në qendrën klinike universitare të Kosovës, pasi është në gjendje jo të mirë shëndetësore. Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime lufte, si dhe së fundmi i është ngritur një akt akuzë kundër administrimit të drejtësisë. Ne flasim për informacionet nga bota. Kreu i Kremlinit Vladimir Putin është shprehur pro propozimit të Washingtonit për një armpushim në Ukrainë, por sipas tij duhet punuar për një marrëveshje në plan afatgjat që do të çonte në një paqe të qëndrueshme. Putin ka falenderuar edhe Donald Trump për përpjekjen e tij për t'i dhënë fund luftës. Presidenti rus Vladimir Putin ka mirëpritur në Moskë homologun e tij bielorus Aleksandr Lukashenko. Gjatë konferencës së tyre të përbashkët për shtyp, kreu i Kremlinit kur u pyet për planin 30 ditor të armpushimit të propozuar nga Washingtoni për Ukrainën, ai dha këtë përgjigje. Ne pajtohemi me propozimet për armëpushim, por qëndrimi ynë bazohet në idenë se armëpushimi do të çojë në një paqe afatgjatë. Putin ka falenderuar edhe presidentin amerikan Donald Trump për përpjekjet e tij për të gjetur një zgjidhje në Ukrainë, ndërsa ka lënë të kuptohet se detajet e një marrëveshje me të mund të diskutohen përmes një telefonate. Ai gjithashtu u pyet se kush do të kontrollonte armëpushimin. Kush do të vendosë se ku ka pasur shkelje të marrëveshjes së armëpushimit? Kush do të fajsohet për shkeljen e armëpushimit? Të gjitha këto çështje duhet të studiohen me kujdes nga të dyja palët. Pra ideja është e mirë dhe ne e mbështesim absolutisht, por ka çështje që duhet të diskutojmë. Mendoj se duhet të negociojmë me kolegët dhe partnerët tanë amerikanë. Ndoshta një telefonat me presidentin Trump, por vetë ideja për t'i dhënë fund këtij konflikti me mjete paqësore, ne e mbështesim atë. Presidenti rus ka komentuar edhe situatën në terren në rajonin e Kurskut, ku trupat ruse kanë dëbuar ushtrinë ukrainase nga qyteti më i madh i këtij rajoni. Ai ka falenderuar ushtrinë që ka mundur të rimarrë zonat në këtë rajon. Vlen të theksohet se Vladimir Putin do të takohet me të dërguarin e SBA Steve Witkoff me dyert të mbyllura në Moskë, ku do të paraqesë më në hollësi pozicionin e Rusisë. Nga ana e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump gjatë një takimi që pati me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në zyrën ovale tha se shpreson që Vladimir Putin të bëjë gjën e duhur. Ne do të donim të shihnim një armpushim nga Rusia. Shumë detaje të një marrëveshje përfundimtare janë diskutuar në të vërtetë. Tani do të shohim nëse Rusia është atje dhe nëse jo, do të jetë një moment shumë zhgënjyes për botën, është shprehur Trump në krah të Rutte. Duke folur për gazetarët në sallë, Trump ka deklaruar se do t'i pëlqente të takohej me presidentin rus Vladimir Putin në një përpjekje për t'i dhënë fund luftimeve në Ukrainë. Hamasi ndërkohë ka përshëndetur deklaratën e Donald Trump se nuk synon zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza, por rindërtimin. Ata bëjnë thirrje që Izraeli të zbatojë të gjitha kushtet e marrëveshjes mes palëve. Hamasi ka përshëndetur tërheqjen e dukshme të presidentit amerikan Donald Trump nga propozimi i tij për një zhvendosje të përhershme të palestinezëve nga Gaza.
Deklarata e zyrtarit të Hamasit erdhi pasi Trump tha se askush nuk po dëbon asnjë palestinez nga Gaza gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e ri të Irlandës, Michael Martin. Nëse deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump përfaqësojnë një tërheqje nga çdo ide e zhvendosjes së njerëzve në rripin e Gazës, ato janë të mirëpritura. Ne bëjmë thirrje që ky pozicion të përforcohet duke detyruar Izraelin të zbatojë të gjitha kushtet e marrëveshjes së armëpushimit, tha zëvendësi i Hamasit Hazem Kasem në një deklaratë. Reagim ka ardhur edhe nga Egjipti që vlerësoi gjithashtu tërheqjen e presidentit amerikan për të mos kërkuar që banorët e Gazës të largohen nga enklava. Ky qëndrim pasqyron një kuptim të nevojës për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës humanitare në Gaza dhe rëndësinë e gjetjes së zgjidhjeve të drejta dhe të qëndrueshme për çështjen palestineze, ka bërtuar Ministria e Jashtme egjiptiane. Trump tronditi të gjithë lindjen e mesme dhe më gjerë muajin e kaluar kur propozoi marrjen e Gazës dhe sugjeroi që popullsia palestineze të zhvendosej përgjithmonë për të jetuar në vendet fqinje. Ndërkaq, ministrat e jashtëm arab u takuan në Katar me të dërguarin e SBA-s për lindjen e mesme Steve Witkoff për të diskutuar rindërtimin e Gazës. Ministrat e jashtëm nga Katari, Jordania, Egjipti, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe sekretari i përgjithshëm i organizatës për çlirimin e Palestinës ishin gjithashtu të pranishëm në takim. Ata diskutuan planin e rindërtimit të Gazës, i cili u miratua në samitin e Ligës Arabe të mbajtur në Kairo në datën 4 mars, si dhe ranë dakord gjithashtu me të dërguarin e SBA-s për të vazhduar konsultimet dhe koordinimin mbi planin bazë për përpjekjet e rindërtimit. Nga ana tjetër, negociatet e ndërmjetësuara midis Izraelit dhe Hamasit vazhdojnë në Doha, me propozimin e SBA-s për një zgjatje 60 ditore të armëpushimit dhe lirimin e 10 robërve të gjallë Izraelit. Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump ka kërcënuar me një tarif 200% për çdo pije alkolike që hyn në SBA nga Bashkimi Evropian. Masa vjen si përgjigje ndaj një tarife të Bashkimit Evropian për importet e uiskit në SBA. Presidenti amerikan Donald Trump po vjon luftën tregtare me Bashkimin Evropian. Ai ka kërcënuar me një tarif prej 200% për verën dhe shampanjën, por edhe pije të tjera alkolike që vijnë nga vendet e bllokut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump tha në një postim në rrjetin e tij social Truth Social se tarifat për të gjitha produktet alkolike nga Bashkimi Evropian janë një kundërpërgjigje për një taks prej 50% për uiskin të vendosur më herët nga vendet e Unionit. Tarifat kundër uiskit që do të hynë në fuqi nisur nga muaji prill ishin pjesë e kundër tarifave të vendosura nga Bashkimi Evropian për mallrat amerikane. Donald Trump pretendon se partnerët tregtar të Washingtonit kanë përfituar nga vendi i tij dhe se tarifat do ta ndihmojnë atë të rikthejë vendet e punës, por kjo është hedhur poshtë nga shumica e ekspertëve të ekonomisë. Tarifat ndaj Bashkimit Evropian, Kanadas, Meksikës dhe Kinës rrezikojnë ta çojnë ekonominë amerikane në recesion dhe vetë presidenti amerikan ka pranuar se mund të ketë një periudhë tranzicioni, ndërkohë që bizneset fillojnë të prodhojnë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet e drejtësisë dyshojnë se lobistët e kompanisë Huawei kanë paguar rishfet për eurodeputetët në këmbim të mbështetjes së kauzës së tyre në Bashkimin Evropian. Rreth 15 ish eurodeputet dhe eurodeputet aktual janë në nënhetim. Prokurorët belg njoftuan arrestimin e disa personave si pjesë e një hetimi korrupsionit e lidhur me Parlamentin Evropian. Prokurorët thanë se 21 kontrolle u kryen nga policia në Belgjik dhe Portugali. Ende nuk dihen emrat dhe funksionet e personave të përfshirë në korrupsion aktiv brenda Parlamentit Evropian. Gazeta belge Le Soir dhe faqja investigative Follow the Money shkruajnë se hetimi është i lidhur me gigantin kinez të teknologjisë Huawei dhe aktivitetet e tij në Bruksel që nga viti 2021. Mësohet se rreth 15 ish eurodeputet dhe aktual janë në hetim. Për ligjvënësit aktual, prokurorët belg duhet i kërkojnë Parlamentit Evropian të heqë imunitetin e tyre në mënyrë që të vijojnë me procedurat të tjera. Hetuesi dyshojnë se lobistët e kompanisë kineze mund të kenë kryer krime të ngjashme duke u dhënë rishfet eurodeputetëve, duke përfshirë bileta të shtrenjta futbolli, dhurata luksoze, udhëtime në Kinë dhe madje edhe para kesh për të siguruar mbështetjen e tyre për kompaninë, teksa ajo përballej me kundërshtimin në Europë. Skandali i ri i korrupsionit vjen më shumë se 2 vite pas skandalit Qatargate, në të cilën një numër ligjvënësish të Bashkimit Evropian u akuzuan se ishin paguar për të promovuar interesat e Katarit dhe Marokut, diçka që të dyja vendet e kanë mohuar. Papa Francesku po tregon qëndrueshmëri shëndetësore dhe rreziku për jetën ka kaluar, por mjekët në Itali thonë se rikuperimi i plot do të kërkojë kohë për shkak të moshës së tij. Papa Francesku po tregon shenja përmirësimi, megjithse mjekët paralajmërojnë se rikuperimi do të kërkojë kohë për shkak të moshës së tij.
Ati i shenjtë u shtruar në Spitalin Gjemeli në Rom në datën 14 shkurt për shkak të pneumonisë. Buletinet e fundit nga Vatikani kanë thënë se ai po përmirësohet dhe nuk është më në rrezik, por mjekët thanë se problemet e tij kronike shëndetësore edhe mund të vijojnë. Per quanto recupero ci possa essere, difficile. Pavarësisht se sa shumë rikuperim mund të ketë, është e vështirë të imagjinohet se kjo mund të jetë e menjëhershme. Ai do të duhet të nënshtrohet terapive, rehabilitimit e kështu me radhë. Pra, ne do të jemi duke pritur më shumë ose më pak ndryshime të mëdha. Për mjekët, Papa ka ende nevojë për ndihmën e aparateve të frymëmarrjes. Sipas tyre, pas daljes nga spitali, ai do të ketë një agjend të kufizuar dhe më pak takime. Besimtarët katolik në mbar botën shënojnë gjithashtu 12 vjetorin e zgjedhjes së Papa Franceskut si kreu i Kishës Katolike Romake, si Papa i parë jo evropian në gati 1300 vjet. Pas Benediktit të 16, i cili ishte bërë Papa i parë në 6 shekuj që dha dorëheqjen, Papa Francesku u zgjodh më 13 mars të 2013. Ish kardinali Jorge Mario Bergoglio i Argentines u bë shpejt i njohur për përullësinë e tij gjatë paraqitjeve të tij të para nga balkoni i Bazilikës së Shën Pietrit. Papa Francesku ka vizituar mbi 60 shtete gjatë papatit të tij, duke përfshirë udhëtime historike në Filipine, Kubë dhe Irak. Ai është takuar me krerët e shteteve si Fidel Castro, Barack Obama, Donald Trump dhe presidentin e Ukrainas Volodymyr Zelensky. Papa Francesku ka shëntëruar mbi 900 shenjtor, mes tyre edhe Nën Terezën dhe Oscar Romeron, duke dhënë formë trashëgimisë moderne të kishës ndërsa luftonte me sfidat shëndetësore, duke përfshirë shtrimet e tij të herpashershme në spital. Nga ana tjetër ka patur spekulime se ai mund të zgjedhë të ndjek paraardhësin e tij Benediktin e 16 dhe të jap dorëheqjen nga papati, por biografët e tij kanë këmbgulur se ai nuk ka në plan të tërhiqet. Papa Francesku ka planifikuar gjithashtu të paktën një udhtim të huaj në Turqi për festimin e 1700 vjetorit të një këshilli të madh të krishterë peshkopësh në Niken e lashtë.